first win this season. What can you tell us about this game? What went wrong with Lazimi, or let's say, what did you do right tonight? First, thanks to people who come to support us. Congratulations to opponents, they play fair. I believe we play very good in offense, very good percentage, 3-point shots, but very terrible one-on-one defense. So if we play this kind of defense, one-on-one, we will have always big problems. Yeah, you allowed a lot of points tonight. Yes, exactly like that, and that's I know my players knows that, but the key is in their hands to play one-on-one better. Okay, and for the end, you will be playing against Braunschweig on Wednesday. Very tough game. In Europe, for us, every game is tough, but this is our home court. We want to play good basketball. I don't know what will be happen, but I know for sure if we play this kind one-on-one, we will have problems. But if we play good one-on-one, if we control rebound in our court, we can beat everybody, I hope. Thank you very much. Thank you, bye-bye. Pra, ajo që tha trajneri Adis Beqiragiqi është se sonte përkundër fitores kanë lejuar shumë pikë. Pra dhe nuk ishte i kënaqur, treshet kanë shkuar shumë mirë, po në lojë 1-1 kanë lejuar shumë pikë dhe kjo nuk është mënyra se si duhet të lejojnë dhe se si duhet të luajnë lojtarët e tij. Pyetur për ndeshjen me Braunschweigun, të cilën do ta ketë të mërkurën skuadra e Trepçës, tha nëse e lojmë këtë mbrojtje kundër Braunschweigut, lojë 1-1, atëherë do të kemi telashe të mëdha, prandaj lojtarët e mi duhet të jenë shumë më të koncentruar, aq më tepër që në Evropë çdo ndeshje për skuadrën tonë është e vështirë. Ishin këto fjalët e Adis Beqiragiqit, unë po shtojnoj dal nga dal, duke ju ftuar që të mërkurën nga ora 18:30 të jemi së bashku këtu në Minatori me Trepçën në Art Motion dhe duelin Trepça kundër Braunschweigut. Nga unë Agon Femiu dhe ekipi realizues i Oksigenit kaq për sonte, ju vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me platformën tuaj dhe tonë Art Motion.